Një nga delegatët e Kongresit nuk mundi të vijë në ditën e parë të hapjes së punimeve. Nuk ishte një njeri të si do. Ai vinte nga dera e madhe e Frashëllimit, djali i Abdylit, botuesi i gazetës Liria në Selanik, i njohur për adhetarizmin e tij në moton "Gjuha është rrojtja ose vdekja e kompit". Ai ishte Mitat Frashëri. Kur mbriti në stacionin e manastirit, u prit nga delegat, të cilët e kishin zgjedhur kryetar të Kongresit, kurse pranë tij, si nën kryetar, ishin Luigi Kurakuqi dhe Gjergj Qiriazi. Por zgjedhja e alfabetit, që në ditën e parë hasi në vështirësi, prandaj u zgjodh një komision i posaçëm prej 11 vetësh që do ta çonin punën deri në fund. Kryetari i komisionit ishte Gjergj Fishta, pranë tij, përkrahas të alfabetit të Stambollit, të Bashkimit, të Agimit e të tjerë. Ishin intelektual që me shumë pjekuri dhe mirë kuptim diskutuan, debatuan për ditë me radhë. 3 ditë e net, brenda 4 mureve, pas një lidhje me të tjerët, sepse kishin lidhur besë që të mos nxirrnin asnjë fjalë derisa të arrijej përfundimi. Më vonë, u mësua se kishte patur fjalime të zjarrta, polemika. Më tej thuaj se Mieda kishte bërë 13 propozime, 8 nga të cilët u miratuan. Por ndërsa vazhdonin debatet me dyert të mbyllura, në rrugët e qytetit, në mjediset publike, dëgjoheshin këngë patriotike. Ishin ditë feste, koha e aspiratave të mëdha, ishin vite të bashkimit shpirtëror të shqiptarëve. Ato ditë, ndërsa këtu ndodhin këta delegatë e Kongresit, manastiri ngjiste një festë festive. Sikur këtu mbajnë një panair i madh. Rrugët, hotelet, restoranët ishin plot me njerëz të interesuar për këta delegatë, sepse ata ishin njerëz të dëgjuar, njerëz të shkencës, të dëgjuar, por fatkeqësisht koha e bente të vetën dhe njeri si kish para ata. Domethënë vetëm të dëgjuar dhe prandaj të gjithë ishin të interesuar që të takohen me këta njerëz. Dhe ajo që është interesante, përveç kësaj që thash, njerëz të shkencës, të diturisë, të dëgjuar, ata ishin, se di, rastësisht apo jo, atë nuk e di, përfaqësonin të gjitha konfesionet fetare. Aty kishte Bektashi, Sunit, kishte katolik, ortodoks, protestant, domethënë muslimanë dhe shkurt dhe të krishterë. Kështu që kjo ishte tërheqëse atraktive jo vetëm për shqiptarët, por edhe për këto konfesionet e tjera, sepse përveç kësaj duhet thënë që kjo është situata 1908, para 1912, manastiri ishte një qendër, një vend i bashkëjetesës, që ja kishin zili shumë në qytetet të tjera. Këta u vendosën në për hotelet më të mira të qytetit. Por kishte edhe njerëz të cilët njihshin me njërin tjetrin, sidomos familja e Qiriazit, e cila ishte mikeshe e Naim Frashëri, domethënë Naim Frashëri kishte lidhje me Gjerasim Qiriazin, me Sevastin, të cilët i mundësoi të shkollohet dhe të kryejë fakultetin, dhe familje e Gërmenjve. Përndryshe, në hotelin Liria kishte një dhomë të posaçme për njerëzit e shkencës, të cilët aty kishin libra sekrete dhe derisa të tjerë dëfreshin, çdo natë pothuajse mbaheshin mbrëmje gazmore. Këndojshin këngë, valle, për çdo rast kështu gazmor, mblidheshin këtu, kurse patriotët grumbulloheshin në këtë dhomë që u thashë dhe bisedonin për çështje të tjera. Kjo ishte, domethënë, ky ishte hoteli i Gërmenjve. Ishte interesant se Gjergj Fishta fitoi për aftësinë dhe oratarinë e tij të fuqishme që kishte dhe kulturën dhe horizontin. Dhe i bini të gjithë delegatët, i bini se ky ishte njeriu më adapt dhe më i përshtatshëm që mund ta drejtojë këtë komision. Pavarësisht se ishte përkas i alfabetit të Shqipërisë Bashkimi. Dhe së fundi, mas debatesh të ndryshme që u dalën në 2 grupe,
Grupi parë ishte për alfabetin Istanbulit dhe grupi i dytë për alfabetin me bazë latine ku të përdorshin e dy shkronjat. Ma në fund u arrit një kompromis i tillë që mos miratoj një alfabet, po të miratojnë dy alfabete. Pra, ti mos i prishesh as alfabeti Istanbulit që kishte luajtur një rol shumë të rëndësishëm, po njëkohësisht edhe alfabeti si thotë Fishta, kjo është një alfabet jashtëzakonisht praktik, mund të komunikosh jashtë me te, telefonin mund ta përdorish me te, librat me karaktere latine ka çdo vend të Evropës, prandaj u zgjodh ky alfabet latin. Shënimet që na ka lënë Gjergj Qiriazi na tregojnë për përfundimet ku kishte arritur komisioni i ABC-s. Pas që u kënduan verbalet e ditëve të tjera, pas që e pam që puna që kishin bërë ishte mjaft e madhe, po jo aq sa të na kënaqte të gjithëve, të detyruar edhe nga rrethanat jashtme, u kthyen prapa e me pëlqimin e të gjithëve u vendos që të merret AB-ja e Stambollit e me të bashk një AB thjesht latine që të mësohen e të përdoren bashkërisht mes shqiptarëve. Mësimi në shkollë do të jetë shtrëngues e detyrueshëm për të dyja. U vendos që në Janin, me 1910, të mbahej një kongres tjetër. Dokumenti përfundimtar u bë në manastir në shumë kopje dhe ju shpërnda të gjithëve, si një kujtesë dhe detyrim për çdo ku mësohej shqipe.